Mirë se të gjetëm. Mirë se na erdhët. Fabrika jonë ka që prodhon që në vitin 1992. Është një punë e filluar nga familja, nga babai, me 15 litra qumësht. Gjatë viteve kemi shkuar duke u rritur, kemi investuar në punë, është nisur një punë me 1-2 fermerë dhe sot bashkëpunojmë me mbi 400 fermerë të zonës. I gjithë qumështi është autokton shqiptar dhe kemi një produkt autokton shqiptar. Investimet fillojnë që nga viti 2000, kemi bërë një investim tjetër në vitin 2016 që përmirësuam cilësinë dhe standardet e produktit, dhe tani me hyrin e Shqipërisë në BE, na duhet një investim i ri që të plotësojmë standardet që na kërkohen. Pikërisht prandaj, për këtë arsye, mendojmë që do t'ishte mundësia ideale programi më i ri i qeverisë shqiptare dyfisho sipërmarrjen tënde dhe ka të bëjë pikërisht me ato lloj biznesesh, agroturizëm, agropërpunim apo biznes si ky ku jemi këtu, për të patur mundësinë që nëpërmjet një kredie të lehtësuar deri në 10 vjet, që një kredi 2 deri në 3% interesi i bankës, të mund të marrësh deri në 2 milion euro kredi dhe pikërisht pastaj për të patur mundësinë që edhe qeveria shqiptare të garantojë nëpërmjet garancisë sovrane një kolateral deri në 70%, fal edhe bashkëpunimit që kemi me bankat e nivelit 2, duke dalë si garant për të siguruar që ai plani i biznesit që do të hartosh, të cilin nëse do të kesh nevojë për suport teknik, Ministria e Ekonomisë e vënë në dispozicion falas, dhe me atë plan biznesi të shkosh të aplikosh për një kredi të lehtësuar për të filluar dhe për të vazhduar investimet që ke planifikuar në automatizimin e proceseve. E kemi nisur në fakt me 250 milion euro për të suportuar këtë program. Urojmë shumë që nëse do të rezultojë i suksesshëm dhe do të ketë interes, ne ta çojmë deri në 1 miliard euro mbështetjen nëpërmjet programit dyfisho sipërmarrjen tënde. Qeveria do të mundsoj ta zhvillosh biznesin ashtu siç duhet, më mirë, edhe për t'ju përshtatur pastaj standardeve që kërkon Bashkimi Evropian në cilësi edhe në produkte, sidomos në produktet bujqësore, ushqimore që janë të domosdoshme për t'u përshtatur tashmë edhe me nevojat e tregut. Ne po bëjmë kategorizimin. Ju kanë ardhur ekipet për erdhën plotësuar dokumentacionin sepse do na duhet që ato biznese që nuk kanë kushtet duan të investojnë, kanë diçka mangut, pra duhet të kalojnë në një tjetër standard, ne duhet bëjmë një analizë për aflatoksinën apo edhe për produktet e qumshtit, duhet të kenë një standard tjetër për sigurinë ushqimore. I kemi gjitha kushtet? Ne i kemi gjitha kushtet. Për sa i përket laboratorit analizave, ne kemi një laborator bashkëkor ku bëjmë dhe analizat mikrobiologjike, analizat fiziko-kimike ne i bëjmë çdo ditë. Antibiotiku, sepse na duhet që ne të kemi një siguri ushqimore shumë të lartë për shkak të konsumatorit vendas, sepse ne ju e çoni gjithë në tregun vendas derisa ne të kalojmë në një fazë tjetër pastaj me Bashkimin Evropian. Por që duhet përgatitemi sot pa u gjendur në një situatë emergjente nesër. Pra kjo mënyrë të bërit kategorizimin është paralajmërim, që ne të plotësohemi me gjithë standardet dhe kushtet që na duhen për standardet e Bashkimit Evropian. Dhe më pas të mundsojmë edhe politikat e tjera për mbështetje financiare apo mënyra siç është edhe dyfishon ndërmarrjen tënde, të ngjashme si kjo për të zhvilluar që mos mbetemi mbrapa me teknologji apo me investime të tjera. Tu është reparti pranimit, bëhet një matje dhe një filtrim i mbetjeve të forta të qumshit nëse ka. Nga ajo pika aty shkojmë te baktofuga. Kjo është një makineri e cila pastron deri 96% të mikroorganizmave të qumshtit. Qumshti i parë vjen këtu, nga këtu mbushet kjo dhe nga pika këtu qumshin e shikojmë në xham, nuk fut më njeri duar brenda për të patur kontaminim. Ky është filtri. Baktofug. 96% qeliza somatike, gjak, dhera, mbetjet të tjera dalin këtu dhe ke një qumësht të pastër, për sa i përket mikrobeve. Pjesa e makinerive të gjitha janë me touch, e automatizuar. Laboratori. Kjo këtu është arma e parë që kanë grumbulluesit tanë. pH metri. Në çdo fermë ku shkojmë, me këtë vend shkojmë te qumshit dhe shikojmë cilësinë e qumshit në moment. Nëse qumshi është në kushtet, jo, këtu shikojmë aciditetin e qumshit. Nëse tek fermeri, nëse tanku ka qenë ndezur, është në temperaturën e dur
dhe gjithsesi dhe pastërtinë e qumshtit, se në qumësht që është i thartë, është i papastër, ulet pH-i. Ky është kontrolli i parë që bëjmë neve në ferma. Mbasi vjen qumshti këtu, bëhen testet e antibiotikut. Janë këtu. Vjen qumshti, merret autoboti testi, edhim këtu, nëse dalin të gjitha vizat, qumshti është okay, nuk ka antibiotik. Kjo është krioskopi, bëhet për pikën e ngrirjes së qumshtit. I kanë hedhur ujë apo jo, bëhet fjalë për falsifikimet e qumshtit. Këtu bëhen pjesa e aflatoksinës me këtë aparatin këtu dhe dalin. Ky është besniku, në këtë rastin e këtij kemi 0015 aflatoksina, është brenda normës. Dhe me këto këtu është pjesa analizave fiziko-kimike që shikohet yndyra dhe lëndethat. Kemi një mini laborator, por që na i bën punën. Tani jemi te pjesa e zgjerrjes së qumshtit, pasterizimi i qumshtit. Qumshti erdhi nga autobotet, u kontrollua, u pastrua, pastrohet, filtrohet dhe vjen. Vjen këtu dhe t'i jap kazanin që do të mbushësh, e jap numrin që jap dhe në jetën kohën dhe zgjerrje. Ja se ndizen makineri. Nuk ka punë në rast këtu nuk ka kontaminim të produktit. Automatizuar. Këtu është pjesa e djathit, qumshti u pastrua, u zjel lart, i dhe tu shkarkohet në këto vaska, këto janë vaskat e mpiksis së djathit. Nga këtu bëhet piksja i dhe djathi në format dhe me ashensor shkojmë poshtë te pjesa e maturimit të djathit, ku është shëllira. Këtu është kaçkavalli. Sipër kemi datën e kaçkavallit. Kjo është data për gjurmëshmërim. 37 kur është prodhuar kaçkavalli. Ky rri 24 orë tani në shëllir, që të marrë kriposin e parë dhe më vonë kalon në kriposit të thatë me dorë, me krit nga sipër. Tani këtu do të bësh investimin e radhës. Investimin e. Për të cilin planin e biznesit e kemi gati? E kemi gati. Bukur. Do ta shohin dhe ekspertët tanë ndërkohë që ti plotësoj të gjithë kushtet për të mos u kthyer më mbrapsht nga bankat dhe ti do të bësh aplikimin. Dhe ndërkohë jam e sigurt që do të kesh sukses në sipërmarrjen tënde dhe këtu do të bëhet një super fabrik e përpunimit të djathit, të qumshit, të kosit, me të gjithë automatizimin e proceseve, e cila jam e sigurt që do të garantojë më shumë cilësi. Atë që pam të shpërndar në përdhoma, unë besoj që këtu pastaj do të kesh, do të marrësh atë satisfaksionin e një ciklit plot. Projekti është të gjitha ngati, unë një pjesë e kam paguar të investimit, sepse unë dua ta bëj investimin. Nëse ju më jepni një ndihmë, do ishte akoma më mirë. Apliko, të ndihmojmë me projektin, me mbështetjen në mënyrën se si do të bëjmë gjithë procesin dhe ti ke planin e biznesit dhe kjo do të arrihet nëpërmjet dy shëndetëmarrjen tonë. Është bërë platforma jo pa qëllim që të lehtësojë në gjithë rrugtimin e aplikimit, në klasifikimin, në dokumentacionin, në të gjithë hapat që do duhet të ndiqen. Kjo që po bëni ju është një ndihmë e madhe, por unë do kërkoja një lehtësim për sa i përket pjesën e burokracive. Pikërisht për këtë është edhe programi, ne jo pa qëllim vendosëm ekspertizë në dispozicion falas, që të mund të hartojmë planin e biznesit ashtu siç duhet, që të mos kemi më refuzime nga banka, por dhe nga ana tjetër të përgjigjet nevojave të bizneseve të vogla dhe të mesme, të cilat sot po duan gjithnjë më shumë përafrohen me standardet e Bashkimit Evropian, edhe të eksportojnë sa më shumë produktet. Ne në fakt e kemi ndërmarrë këtë fushat për të sensibilizuar sa më shumë bizneset edhe sipërmarrjet e vogla dhe të mesme, ashtu siç e thash, në gjithë Shqipërinë. Do të vijojmë të çojmë zërin gjithandej, kështu që unë do të ftoja edhe ata kolegë të tuta apo sipërmarrje të tjera që operojnë në gjithë qarkun e Korçës, këtu në Pogradec, të mund të shpërndajë sa më shumë lajmin e mirë që është kjo mundësi. Fare e mirë, kushdo që do të zgjerojë biznesin e tij edhe ka një ide, një plan, por nuk ka mundësinë financiare për ta realizuar, qeveria shqiptare mundson këtë tashmë nga bashkëpunimi që ka realizuar me Bankën e Shqipërisë, po dhe me bankat e nivelit 2, tashmë mundsojmë që të financohen çdo ide e çdo biznesi për të rritur akoma më shumë, për të garantuar më shumë cilësi, më shumë siguri, më shumë standarde, për të bashkuar me familjen europiane. Ju faleminderit, shpresoj që të jetë rezultative dhe të gjithë të aplikojnë dhe të arrijnë standardet që duan.
Ke besim në ne? Suksese në aplikim. Vazhdojmë. Faleminderit.